Përshëndetje, Rama. Nëse mund të fillojmë, kur do të qeni gati, patjetër. Atëherë, faleminderit që keni gjetë kohën të vini sot në këtë konferencë për media, të thirrur në lidhje me situatën që po zhvillohet apo që ka qenë në zhvillim gjatë ditëve të fundit. Mendoj që duhet ta them me keqardhje që partitë caktuara politike, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, në mungesë të kauzave të vërteta politike, ka vendosur me sa po duket të marrë peng pra qytetin, komunën e Prishtinës, qytetarët e Prishtinës dhe të bëj betejën politike në kurriz të tyre në mungesë gjithnjë të kauzave të vërteta. Po besoj që nuk janë as 2 javë s'kan kaluar prej kur nga kryetari i tanishëm i komunës Prishtinës dëgjonim se si do të transformohet trafiku urban dhe transporti publik në komunën e Prishtinës, ndërka që tash 2 javë më vonë, pra nga transformimi kemi kaluar në bankrotim. Pra po shihet se si po shthurret kjo propagandë që ishte bërë, dhe tash në mungesë të kauzave politike, kjo po keq përdoret e madje po tentohet të shfrytëzohet që në kurriz të qytetarëve, pra duke u mohuar atyre shërbime të caktuara publike, të fajsohet në këtë rast qeveria qendrore apo edhe Ministria e Financave. Në lidhje me transportin publik, unë kam takuar sot edhe përfaqësues e sindikatave pra që ishin në protest para komunës së Prishtinës, por që erdhën edhe këtu në udhëheqjen e kryetarit komunës, dhe ajo çfarë e kam sqaruar edhe para tyre dhe më duhet ta them edhe këtu në konferencë, ka qenë që kemi fillimisht pra 2 probleme në këtë situatë. Problemi i parë tek transporti publik, pra është që ky problem është i vetshkaktuar. Pra kjo do të ndodhte edhe po të kishte buxhet të miratuar për vitin 2025 për komunën e Prishtinës. Sepse siç e dini edhe ju, pra ka pasur vendime elektorale për të larguar apo për të liruar nga pagesa shumicën e kategorive të qytetarëve. Kjo ka rezultuar pra që shumica e qytetarëve të përfundojnë të liruar nga pagesat, mos paguajnë për bileta dhe kësaj pra barrën e ka marrë përsipër komuna e Prishtinës në një kohë kur nuk ka pasur buxhet të miratuar. Pra kryetari i komunës së Prishtinës për shkak të vendimeve elektorale e ka fut komunën në obligime pa mbulesë. Dhe kësaj tash ka ardhur situata ku ka vështirësi që ti paguaj këto fatura të cilat nuk kanë qenë të planifikuara, por kanë qenë vendime elektorale sepse nuk janë përcjellë me buxhetin përkatës. Pra kjo ka rrit obligimin financiar në një situatë kur komuna Leqës ka pas pra buxhet të miratuar, por ka operuar në situatë emergjente me 1/12 e buxhetit ashtu siç parashihet pra me legjislacionin në fuqi. Dëshmia më e mirë për këtë që po e them është edhe fakti se përveç trafikut urban, pra për herë të parë me këtë model të keq qeverisës, janë në vështirësi edhe operatorët privat, pra ofertuesit privat, kompanitë private që ofrojnë shërbimin e transportit publik, gjë që nuk ka ndodhur më herët, pra është hera parë tash. Problemi i dytë, pra sa i përket situatës, është pastaj edhe mosvotimi i buxhetit të komunës së Prishtinës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Siç e dini, buxheti ishte miratuar me vonesë pas të gjitha afateve ligjore dhe në mënyrë që të bëj pjesë e ligjit për ndarje buxhetore, pra që të hynë fuqi buxheti vitit 2025, duhej edhe miratimi në Kuvendin e Republikës së Kosovës, seancë të cilën pra partitë opozitare e këtu përfshihet edhe LDK-ja, e cila qeverisë me kryeqytetin, nuk erdhi fare në seancë, pra e bojkotuan këtë pikë të veçantë, sepse mundësia ishte që të votoj edhe si pike veçantë, pra nuk ishte ndërlidhur si pako me marrëveshjet ndërkombëtare apo me pika tjera të rendit të ditës. Pra kishin mundësinë partitë opozitare që ta votonin edhe vetëm këtë pikë, por e refuzuan. Kjo pra, ky vendim apo ky mosvotim e bëri problemin pastaj të pariparueshëm, sepse me mosvotimin e buxhetit pasoi edhe mosvotimi i qeverisë së re dhe pasoi kësaj dekretimi i presidentes për shpërndarjen e kuvendit, e cila pra gjithashtu më duhet ta theksoj edhe një herë, u dha edhe një shans partive politike. Pra të nesërmën, kur i mblodhi partitë politike për të diskutuar datën e zgjedhjeve, presidenti Vjosa Osmani u ka ofruar partive politike edhe një mundësi që para se ta shpërndaj kuvendin me dekret,
të kenë mundësi që të votojnë çështje të caktuara. Pra jo domosdoshmë buxhetin e vitit 2026 nëse partitë politike kanë pas problem me buxhetin e vitit 2026, por s'paku të votoj buxheti për 3 komunat, Prishtinë, Gjilan, Zubin, Potok, të votoj buxheti për ATK-n, si dhe të votoheshin marrëveshjet ndërkombëtare. Një gjë e tillë ishte refuzuar edhe në këtë situatë pra nga këto parti. Pra ky është problemi i dytë i cili ka sjell deri këto situatën. Pra këtë çfarë kemi pas sot ishte, thënë shkurt, një betejë politike që LDK me Lumir Abdixhikun kanë vendosur ta bëjnë në kurriz të qytetarëve të Prishtinës. Çështja tjetër që duhet të shtrohet është pse u desh 7 muaj, pra që të vinte deri te ndërprerja e procesit nëse ka 7 muaj, siç kanë deklaruar edhe operatorët e transportit publik, që janë pa pagesa. Pra pse nuk u ndërprej më herët? Kurën para 1 muaji e pa ta paralajmëruar këtë situatë, pra që kishte probleme me trafikun urban, ishte Trafiku Urban, kompania e cila doli dhe tha që gjendjen financiare e kemi të mirë dhe stabile. Pra tha nuk është e vërtetë se kemi probleme financiare, besoj ju kujtohet, edhe qytetarëve dhe juve si media. Kurse tash, pra pas përfundimit të balotazhit dhe kur u shpall data e zgjedhjeve nacionale, për një herë del që Trafiku Urban, i cili para ca ditësh deklaronte se s'ka probleme financiare, tash del që megjithatë ka probleme financiare dhe s'po mundet me vazhdu operimin. Pra për një herë ndalet. Momenti i duhur do duhet ishte që kjo situatë të alarmohej momentin ku nuk janë paguar faturat e para së pari. Momenti i dytë i duhur ka qenë në rastin kur nuk është votuar buxheti i komunës së Prishtinës në seancën e fundit të jashtëzakonshme që ishte thirrur në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Aty do duhet kërkohet llogari nga PDK, nga LDK, AK, Nisma, se pse nuk po e votojnë buxhetin e Prishtinës. Pra, se kjo po bëhet me agjendë politike, e dëshmon edhe fakti që të premten, pra pas kërkesës që kemi pranuar nga komuna e Prishtinës, edhe këtu është ngrit edhe si çështje që pse është bërë alokimi parakohshëm të premten pas dite, kjo ka ndodhur sepse kërkesa është bërë të premten pas dite. Pra të premten në ora 1:08 Thesari i Kosovës ka pranuar kërkesë nga komuna e Prishtinës për të mundësuar alokimin e parakohshëm pra të mjeteve të dhjetorit në mënyrë që të paguhen disa fatura tani. Dhe kjo gjë është bërë në ora 2:30, pra Thesari ka miratuar apo ka mundësuar alokimin e parakohshëm, por megjithatë nuk ka ndodhur asnjë pagesë deri në mbylljen e orarit nga komuna e Prishtinës, e po besoj që me situatën që rrodhi pastaj gjatë fundjavës u kuptua edhe pse. Sepse plani kishte qenë pra që të bëhej betejë politike kjo çështje. Edhe sot madje, edhe sot që i kanë pasur mjetet e alokuara, deri në ora 12, pra prej 8 deri në 12, megjithse kishte grevë dhe kishte ndërprerje të shërbimit të trafikut urban dhe transportit publik në përgjithësi, komuna e Prishtinës nuk i ka bërë asnjë pagesë të vetme ndaj këtyre operatorëve. Tek pasi i kanë ftuar në takimin përfaqësues të sindikatës, në ora 12:20 është bërë pagesa e parë ndaj trafikut urban. Pra dhe në fund dita është mbyll, diku rreth 690.000 euro i janë pagu trafikut urban, kurse 431.000 euro tjera i janë pagu operatorëve tjerë privat, me sa mund të nxjerr raportin pra nga Thesari. Pra kanë pas 3.2 milion euro të alokuara që nga e premtja, dhe megjithse kishte grevë të paralajmëruar dhe ndërprerje të shërbimit deri në ora 12:20 komuna e Prishtinës nuk e ka kryer asnjë pagesë. E kur ka situatë emergjente dhe kur ti e ke interesin e qytetarëve parasysh dhe synon që sa më parë të vihet në funksion, të kthehet në funksion shërbimi, atëherë kjo do të ishte prioritare, pra për të kryer këto pagesa. Mirë, por nuk e ka bënë gjatë tillë. Kjo dëshmon më së miri që kemi të bëjmë me betejë politike, pra për poema politik, me shpresën se mos dikush po e fajson qeverinë me këtë propagandën që po mundohen ta bëjnë LDK dhe në këtë rast edhe kryesia apo udhëheqësia e komunës së Prishtinës. Deri këtu ka ardhur se ka shumë probleme, pra e para nuk ka buxhet të miratuar, i cili u refuzua të miratohej edhe në seancën e fundit të jashtëzakonshme, dhe e dyta, komuna e Prishtinës pra ka hyrë në obligime pambulesë, dhe përveç këtyre obligimeve që janë ndaj operatorëve të transportit publik, ka edhe obligime tjera siç është ta zënë kontrata për ndërtimin e sheshit George Bush në vlerë 18.2 milion euro, e cila nuk është e buxhetuar fare në ligjin për ndarje buxhetore, pra me kodin përkatës të cilin e kanë parapara dhe zëtimin e mjeteve. Pra 18.2 milion euro pa e pasur buxhetin kanë nënshkruar kontratë dhe kanë hyrë në obligime. Kësaj ka edhe shumë kontrata të tjera, të cilat pastaj ndikojnë që buxheti të merret edhe me përmbarues. Çfarë do buxheti i lirë që alokohet, merret me përmbarues
dhe kësaj shkaktohen probleme të mëtutjeshme. Sa i përket afateve ligjore, do të pasqaroj, do në kam edhe disa kopje edhe për gazetarët, për mediat që janë këtu, do t'i ndaj me ju më vonë në fund të konferencës. Afatet ligjore për buxhetin komunal kanë qenë kësaj. Me datën 30 shtator të vitit 2024 është dashur të miratohet në kuvendin komunal dhe të dorëzohet në Ministrinë e Financave buxheti nga komuna e Prishtinës, nuk është respektuar ky afat. Me 31 tetor 2024, qeveria e miraton buxhetin në mbledhje dhe e dërgon në kuvend. As ky afat nuk është respektuar nga komuna e Prishtinës. Shkojmë tutje. Me 21 nëntor, kuvendi e miraton në lexim të dytë ligjin për ndarje buxhetore. As ky afat nuk është respektuar nga komuna e Prishtinës. Ky pra ka qenë treni i fundit kur buxheti i Prishtinës mund të përfshihej në ligjin për ndarje buxhetore. Shkojmë tutje, me 5 dhjetor 2024 është mbajt seanca e fundit plenare e Kuvendit të Republikës së Kosovës në legjislaturën e kaluar. Pas datës 5 dhjetor 2024 nuk ka pasur seanca të tjera. As ky afat nuk është respektuar nga komuna e Prishtinës. Dhe kur e miratojnë dhe e dërgojnë në Ministrinë e Financave projekt buxhetin e tyre, ka qenë data 17 dhjetor. Pra kemi 30 shtator, 31 tetor, 21 nëntor, 5 dhjetor, të gjitha këto afate që nuk janë respektuar nga komuna e Prishtinës për ta përfshirë buxhetin e komunës së Prishtinës në ligjin për ndarje buxhetore. Dhe tek në 17 dhjetor, pasi nuk është mbajtur më asnjë seancë plenare e Kuvendit të Republikës Kosovës, komuna e dorëzon buxhetin në Ministri të Financave. Kjo ka pamundsuar që buxheti apo projekt buxheti i komunës të përfshihej në ligjin për ndarje buxhetore. Mundësia e parë që është krijuar ka qenë në legjislaturën e re. Pra pas konstituimit të kuvendit që kishim tani, dhe pas kësaj kemi datën 30 tetor, kur kryesia e kuvendit pra thret mbledhje në mënyrë që të shqyrtohet ndër tjera edhe pika për miratimin e buxhetit të komunës së Prishtinës. Pra me 30 tetor 2025 thirret kryesia për ta trajtuar këtë çështje. PDK dhe LDK, përfaqësuesit e tyre në kryesi, refuzojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Pastaj kemi tutje edhe seancën e jashtëzakonshme me 19 nëntor, pra që thirret seanca e jashtëzakonshme si një tentativë e fundit për të miratuar buxhetin e komunës së Prishtinës, edhe këtu PDK, LDK, AK, Nisma refuzojnë të marrin pjesë. Dhe kemi tentativën tjetër nga presidentja Vjosa Osmani me 20 nëntor që edhe një herë i fton partitë politike dhe u kërkon që nëse janë të gatshëm të kthehen ta mbajnë një seancë për të miratuar këto buxhete apo marrëveshje ndërkombëtare, është e gatshme që ta shtyjë edhe më tej pra shpërndarjen e kuvendit, edhe kësaj radhe pra edhe me 20 nëntor refuzojnë partitë të tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Pra kemi të gjitha këto tentativa dhe afate ligjore të shkelura dhe përsëri kanë guximin të dalin dhe të akuzojnë tjerët për bllokada dhe për mos mbështetje. Për më tepër, pra sipas legjislacionit në fuqi për ta demantuar përfundimisht atë çfarë thuhet nga komuna e Prishtinës, deri në fund të muajit tetor si vjet, pra sipas legjislacionit në fuqi me ndarjen prej 1 të 12 e mjeteve nga buxheti i vitit paraprak, komunës së Prishtinës i janë alokuar dhe ka shpenzuar 81.85 milion euro buxhet sipas formulës 1.12 e vitit paraprak. Pra kjo ishte sa i përket çështjes së ngritur edhe sa i përket buxhetit të komunës së Prishtinës në përgjithësi, por në veçanti edhe situatës së krijuar ditëve të fundit me transportin publik. Nëse ka ndonjë pyetje. Idun Podgorica për Televizionit Publik Kosovës. Zoti Ministër, ne e dim që tashmë kuvendi është shpërndar, ndërkohë çështja e buxhetit të Televizionit Publik Kosovës ka mbetur pa zgjidhje. Ju jeni ndesh, shefi Kuletës në RTK punojnë 700 punëtorë, mbi 700 punëtorë dhe mbajnë 700 familje me pagën që marrin. Tashmë po e kalojmë muajin e parë pa paga. A ka zgjidhje qeveria aktuale për RTK dhe krizën financiare tu përfshi edhe pjesën operacionale të RTK-s? Faleminderit shumë. Pyetje me vend, sepse më të vërtet është situatë të vështirë që gjithë ato familje pra që presin pagën në fund muajit të mos e marrin për punën që kanë bërë. Pra se paga ikët për punën që tashmë është kryer. Megjithatë, ne përkundër vullnetit që kemi, pra kemi pasur vullnet dhe kemi gjetur një mënyrë në muajin gusht kur ishte, pra me shpresën që herët avon do të kishim kuvend të konstituar, kemi alokuar një dhënje në formë të overdraftit. Pra ngjajshëm sikur individualisht kur ne mbesim apo presim që paga të paguhet më vonë,
hynë në overdraft dhe kurdo që na vinë mjetet, shlyhet overdrafti dhe vazhdojnë tutje. Pra kjo ka qenë ideja e asaj zgjidhje të përkohshme, që momentin kur ka konstituim të kuvendit, kuvendi formon komisionin parlamentar, krejt çka duhet ishte një vendim i komisionit parlamentar për buxhet dhe kjo çështje do të zgjidhej. Megjithatë e pam situatën se çfarë ndodhi ku partitë e tjera pra refuzuan kategorikisht. Ne ishim të gatshëm, pra që të votonin për komisionin parlamentar për buxhet, që të funksionalizohej, mirë po votat tona ishin të pamjaftueshme siç e dini. Votat kërkoheshin edhe nga partitë tjera në mënyrë që të mundsohej formimi i komisionit dhe pastaj të mbahej edhe mbledhja dhe të miratohej buxheti. Pra kësaj kemi ardhur deri në situatën kur themeluesi i transmetuesit publik RTK-s, kuvendi ka refuzuar ta kryejë detyrën e vet. Dhe për më tepër ka refuzuar deri në fund, deri në shpërndarje. Pra tashmë nuk kemi kuvend, është i shpërndar dhe nuk ka mënyrë se si të funksionalizohet komisioni për buxhet e rrjedhimisht edhe të alokohen mjetet që janë të parapara për RTK në ligjin për ndarje buxhetore. Ne po mundohemi të gjejmë një zgjidhje, megjithatë, po të ishte vetëm RTK-ja, do të ishte paksa më e lehtë. Problemin që e kemi tash është kemi KÇZ-n, pra duhet zgjedhje të jashtëzakonshme, diçka që nuk ka qenë buxhetuar. Kemi edhe probleme të tjera pra që janë grumbulluar me mosvotimin e buxhetit edhe të vitit të ardhshëm, sepse kjo pastaj na imponon që ne duhet tash të shohim, bëjmë planifikime se çfarë shpenzime duhet bëjmë tash në mënyrë që të evitojmë atë për vitin e ardhshëm kur e kemi të kufizuar buxhetin e vetëm 2 muaj dhe ka shumë probleme, situata të tjera përfshi edhe këto 3 komunat, pra buxheti të cilave nuk është miratuar. Prandaj normalisht që vështirësohet tepër gjetja një zgjidhje adekuate për RTK-n, megjithatë jemi duke provuar të gjejmë një zgjidhje dhe përmes kursimeve të mundshme të shohim nëse është e mundur të bëhet një ndarje e tillë. Megjithatë do të ishte e udhës pra që llogari të kërkojë edhe nga partitë e tjera, sepse me të vërtetë është e pakuptimt se pse kanë refuzuar ta formojnë komisionin parlamentar kur krejt çfarë është dashur, pra është dashur të bëhet 61 vota dhe komisioni parlamentar s'ka të bëj as me qeverinë në detyrë, e as buxheti i RTK-s nuk ka të bëj fare me qeverinë në detyrë. Pra ka qenë çështje kryekëput në mes të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe transmetuesit publik. Gjë që është refuzuar të kryhet si detyrë apo është pamundsuar të kryhet si detyrë për shkak të refuzimit të partive tjera politike, në këtë rast PDK, LDK dhe AK-NISMA. Qarë, zoti ministër, e keni dëshmu një herë që keni pas vullnet, edhe tash praktika ndërkombëtare dëshmojnë që ka mundësi edhe përmes fondeve të rezervuara për me nda buxhet për RTK, megjithatë po duam ju pyet për një çështje, si edhe qeveritë e kaluara pushtet partive të tjera që kanë qenë në pushtet kanë premtuar gjithmonë zgjidhje për RTK-n. Ju si qeveri po ashtu keni premtuar që për 4 vite do të bëni një zgjidhje për çështjen e financimit të RTK-s. Megjithatë një gjë e tillë nuk ndodhe. A mbani përgjegjësi për këtë? A ndjeni përgjegjës? Unë mendoj që, siç e thash, fillimisht duhet të kërkohet llogari partive tjera për refuzimin për ta alokuar buxhetin tash. Kjo është emergjenca. Pastaj për zgjidhjen afatgjat, siç e thatë edhe ju, ka qenë problem shumë vjeçar, por nuk është problem i vetëm këtij mandati. Për më tepër nuk është çështje e qeverisë. Pra llogaridhënia dhe përgjegjësia, ju lutem, kërkojeni fillimisht për pagat që u mohuan partitë në kuvend në seancën e fundit të jashtëzakonshme. Sa i përket rezervës që përmendet, pra rezervën buxhetore, e cila ka qenë alokuar apo e buxhetuar në kuadër të ligjit për ndarje buxhetore, fatkeqësisht neve në pjesën e parë të vitit na është dashur ta shtjerrim, sepse ka ardhur një pagesë, një obligim nga një arbitrazh në rastin e Hotel Grandit, nëse ju kujtohet. Pra edhe ky ka qenë një obligim i cili nuk është shkaktuar nga qeveria jonë, por na ka ardhur si obligim për shkak të gabimeve dhe problemeve që kanë shkaktuar qeveritë në mandatet paraprake. Pra ka shumë detyrime, obligime të tilla e pasoja të tilla që ne po i bartim si qeveri dhe megjithatë çdo herë po tentojmë të gjejmë zgjidhje. Prandaj edhe një herë po kthehem. Le të kërkojmë fillimisht llogari nga ata që i mohuan pagat aktualisht. E pastaj, sa i përket zgjidhjes afatgjat, kjo është çështje e kuvendit, pra kërkon konsenzus të përbashkët të gjitha subjekteve politike. Faleminderit. Faleminderit. Deri mu ka të raportin se koptër. Ju thatë që së mund me shkue tashti dhe për mu të kuvendi qeveria, së më se lërë ka buxhet për të paguar institucionit
janë 80.000 punës në institucionet e Kosovës, so mund nuk u maksimumi nëse vazhdojnë, sikur ishte zëret e kaluara me kuvend që su për muaj 8 muaj, so ka maksimumin buxhet mundësi qeveria të paguajnë institucionet. Faleminderit. Legislacioni në fuqi, pra ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësitë, e parashet që në rast se ka zgjedhje në vitin pararendës fiskal në 4 muajt e fundit, e që është rasti aktualisht sepse zgjedhjet do të mbahen në dhjetor, atëherë në vitin vijues, nëse nuk ka buxhet të miratuar, alokohet 1/12 e vitit paraprak, pra për muajin janar dhe për muajin shkurt. Pra janë vetëm 2 muaj të mbuluar nëse kemi situatën pa buxhet të miratuar. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse unë kam insistuar dhe kam kërkuar nga gjithë deputetët, i kam lutur gjithë deputetët ta miratojnë buxhetin e vitit të ardhshëm para se të shkohet në zgjedhje. Sepse një gjë të tillë, kur ne kishim qenë në situatën e njëjtë, e kishim bërë pikërisht këtë gjë. Pra në fund të vitit 2020, kur ishin shpallur zgjedhjet dhe vendi ishte pa buxhet dhe rrezikohej që të shkonin pa buxhet në zgjedhje, e nuk dihej se si do të përfundonte ose sa do të zgjasë formimi i qeverisë, ne si lëvizjeve të vendosja aso kohë patëm vendosur që megjithatë, edhe pse ishim në opozitë, edhe pse na ishte vjedhur mandati nga një qeveri e shpallur nga gjykata kushtetuese si jo e lehtëshme, megjithatë për interes të qytetarëve, sepse nuk janë vetëm 85.000 shërbys publik që marrin paga, pra ka pensionist, ka shtesat e fëmijëve e janë gjithë ato pagesë edhe për operatorë ekonomik. Pra ka shumë qytetarë që varen nga buxheti. Për këtë arsye ne patëm vendosur që të kalonim interesat individuale dhe të vendosim përpara pra si prioritet interesin shtetëror e patëm votuar buxhetin e vitit 2021. Vetëm e vetëm që shteti të kishte buxhet dhe të mos rrezikohej. Kurse në rastin tash aktual, kur janë të ndryshuara rolet nga opozita e tanishme, pra nuk e pam një gatishmëri të tillë fatkeqësisht, gjë që megjithatë e rrezikon situatën apo e bën më të rrezikshme në rast se ka problem pra të formimit të institucioneve ngjajshëm siç e patëm nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, mirë po uroj që një gjë e tillë pra të mos përsëritet, të kemi një rezultat më të qartë në mënyrë që të ecim tutje dhe të formojmë institucionet sa më shpejt, ngjajshëm siç e kemi bërë edhe në vitin 2021. Pra me 14 shkurt janë marrë zgjedhjet, me 22 mars nëse zgaboj është votu qeveria. Pra diku një muaj, një javë. Një këtë ashtë shkret të të muaj, apo më